Sotohen për fëmijën tanë, për bukën tonë. Kemi ecur gjatë, kemi parë ndra duke ikur, po sa herë kërkuan drejtësi. Në vetëm me dëshirë. Kjo është toka jonë, ky është zëri ynë. Nëna tona që sakrifikuan, që ne të jetonim më mirë një herë. Nuk jemi numra në përletra, nuk jemi hije në ersi. Mafioset, pravotarët në qeli, Shqipëria do drejtësi, pravotarët në qeli, Shqipëria do drejtësi, pravotarët në qeli, Shqipëria do drejtësi, pravotarët në qeli. Policia shteti që paguhet me taksat tona, vjeni kapelet tuja e në shpatullat tuja. Ashtë e turpshme që ju mani ata që janë të shit toka tona, ata që janë të shit atë dheon tonë, ata që janë të shit atë flamor. Daj... Unë jam. E tonë kena familje dhe fmine për shpi. Me disa pare të turpit, a dini se mallkimi i aty në pare, miliona e milion brez pas brezit, gjithë se cilin që i poshtan dhe i shkel traditat e tyne. Qame polici, Shqipëria, Ju e bashkimullës, mos menoni që këto, që nuk dona me trupet e për i rogë, që dona me siguru të ardhmen e fmive tonë. Dhe ne protestojmë edhe për ju. Protestojmë që ju të punoni me dignitet, që ju të bani detyrën tuaj si duhet, dhe jo të jeni vegël e partisë e krimit. Nuk e du në Bashkimin Evropian, janë qeveria, janë parlamenti. 1500 policë të rjeshtua këtu nuk është normale, nuk është parë ndonjëherë. Dhe këto policë etiketojnë banorët si grabitës, por dhe oligarkun etiketojnë si qytetar. Po ju asiguroj që këto resorte nga këto oligark nuk do sjellin zhvillim. Apo do të shmesh, me të duke brenda të policisë, I kriminali tjetër nesh, se kjo është joni, aja është i ujë. Ata janë si të shkatrojnë jetën tonë. Për këtë arsye, Shkodrën zhele si dhe kam patë gjithë Shqipnin. Për këtë arsye duhet të pa, se cili nga qeveri, ka të mëndjit e qeveri, që nuk po bajt asi qa për Shkodrën. Ju, që rruni e dini ma mirë se gjithë kush se kini të baj me krimin. Ata kriminella e dini shumë mirë kush tolerohet e kush nuk tolerohet. Poshtë, që abuzon me detyrën ku punon.